Transmeton Gjabiri radiallahu anhu, Gjabir ibn Abdullahi radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qala hina yasma'u an-nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah." Thot Gjabiri radiallahu anhu, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: ai i cili kur e dëgjon ezanin thot këtë lutje: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, o Zoti im, ti Zoti i vërtet i kësaj lutje të plot, was-salati al-qa'ima, ti je Zoti i cili ke urdhëruar të kryjm obligimin tani për namazin i cili sapo përgatitet të falet. Ati Muhammedin al-wasila, dhuraja Muhammedit vesilen, wal fadila dhe mirësitë dhe gradën të cilën ja ke premtu. Wa ba'athu maqaman mahmuda, ngritën në atë grad, në atë shkallë të lartë, alladhi wa'adtahu, dhuraja shafatin të cilin ti ja ke premtu. Do të na vjen kuptimet e kësaj duaje më pas. Çka thot pejgamberi alayhis salam? Ai i cili pasi ta dëgjon ezanin, pasi ta dëgjon muezinin, pasi ta ka thirrë ezanin, e thot këtë lutje: hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Këtij njeriu i lejohet, i mundsohet shafati im, ndërmjetësimi pejgamberit alayhis salam në ditën e kiametit. Allahu akbar. Hadithi është i vërtet, e transmeton Imam Buhariu. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni të ndalemi edhe një çik tek kjo lutje, të cilën na ka preferuar Muhamedi alayhis salatu wassalam, ta themi pasi ta dëgjojmë ezanin. Pejgamberi alayhis salam tha: ai i cili e dëgjon ezanin, do të thotë pasi ka përfunduar ezani, e pastaj thot. Këtu fillimisht nën kuptohet që ne duhet ta përcjellim ezanin, ta përcjellim muezinin duke i përsërit fjalët e muezinit ashtu sikur dëgjuam më parë. Pastaj në përfundim të ezanit ta themi lutjen: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, o Zoti, o Zoti i kësaj thirrje të plot. Thirrja e plot nën kupton ezanin, fjalët dhe përmbajtjen e madhe që i kanë fjalët e ezanit, të cilin ezan e thret muezini, fjalët madhështore: Allahu akbar, Allahu është më i madhi, ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër pas Allahut dhe se ai është i vetmi meritor që meriton robrinë dhe adhurimin. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është robi dhe pejgamberi i Allahut. Hayya ala as-salah, eja në namaz, hayya ala al-falah, eja në shpëtim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. La ilaha illa Allah, nuk ka zot tjetër i cili meriton adhurimin dhe robrinë pas Allahut fuqiplot. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam: was-salati al-qa'ima, ti je Zoti i vërtet i këtij namazi i cili po përgatitet të falet dhe të kryet ashtu sikur na ke porosit. Ati Muhammedin al-wasila, dhuraja Muhammedit pozitën në xhennet të cilën ja ke premtuar. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e komentoi dhe e interpretoi këtë pjesë të kësaj lutje me këto fjalë duke thënë: fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi li 'abdi illa li 'abdin min ibadillah. Tha, kjo është një pozitë, është një grad në xhennet të cilën nuk e meriton asnjë rob prej robërve të Allahut përpas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wal fadila, edhe një vlerë tjetër dhe një mirësi tjetër që ja ke premtuar, do të thotë privilegji i cili i bëhet Muhamedit alayhis salam si vula e pejgamberisë, si më i zgjedhuri i Allahut, maqaman mahmuda, dhuraja gradën dhe makamin e Mahmudit, e që këtu për qëllim është mundësaja dhe lejoja mundësin që ai të bën shefat, të ndërmjetëson, do thotë lejoja shefatin, në fund thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili e lexon lutjen e ezanit, mund ta quajmë kështu, hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah, i lejohet, i mundsohet atij ndërmjetësimi i pejgamberit nesër në ditën e kiametit. Allahu na nderoft me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve dhe prindërit tanë dhe mbar muslimanët.